Tregtarët që ushtrojnë aktivitetin e tyre në tregun e madh të frutave dhe perimeve në Vlorë do të zhvendosen përkohësisht në tregun e Çoles. Ky është vendimi që ka marrë bashkia me arsyetimin e ndryrjeve që do të kryen në tregun aktual. Megjithatë, ky vendim ka ngjallur shqetësim dhe pakënaqësi tek tregtarët që ushtrojnë aktivitetin pranë tregut të Çoles. Ata thonë se nuk do t'i pranojnë, pasi sipas tyre, tregtarët e shumicës janë të pasur dhe nuk bie në këtë nivel. Po ashtu tregtarët thonë se tregu i Çoles nuk ofron asnjë kusht minimal për ushtrimin e aktivitetit tregtar. Ata shprehen se infrastruktura është e papërshtatshme dhe nuk përmbush standardet bazë për një treg funksional, veçanërisht për tregtimin e fruta perimeve, që kërkon kushte higjieno-sanitare të caktuara. Por gjithashtu nuk ka as vend ku tregtarët e rinj të vendosen. Tregtarët aktual të tregut të Çoles ankohen se prej kohësh nuk kanë punë mjaftueshëm për të siguruar të ardhura bazë për familjet e tyre. Ata theksojnë se tregu është thuajse i braktisur dhe se klientët janë të pakt, gjë që e bën të pamundur mbijetesën ekonomike. Sipas tyre, ardhja e tregtarëve të rinj nuk do të përmirësojë situatën, por përkundrazi do ta përkeqësojë edhe më shumë. Një tjetër problem serioz që ngrihet nga tregtarët lidhet me kushtet higjieno-sanitare. Sipas tyre, në tregun e Çoles mungojnë shërbimet bazike, si banjot për nevojat personale. Kjo situatë konsiderohet problematike për një treg ku tregtojnë produkte ushqimore dhe ku kalojnë çdo ditë tregtarë qytetarë. Kemi punë si s'kemi. Një plakë si radhë të pikë në radhë aty, ndonjë në radhë. Punë këtu punë është vu. Se jetë tash 2000 lekë më xhiron. Po të vinë ata të do shtohet klientët. Po që keni këtore se për ditë në plasë, për ditë gazetarë të udhazë gjithë zbet. Në natë duhe kushtet, që ku do shesin ata tregtarët e tjera. Ne s'kemi në një bajnë më mujtë. Dalë burra në gjëra. Nësë kam qartë theme, nëse për ditë, jenë disa djetë, këto lafe kam theme, këto du të më prapu, s'kam qartë. Por tregtarët e rinjë të vinë, e shumë punë nuk në prishin. Do të është një pse. Këtu s'ka punë për në vedhe për ta. Do vinë, kanë erdhur, dhe vjetë e tutjes atje janë rritë, ka nikur. Ja si është tregu, bosh. Se s'ka ndënjur. Ne të vinë të aprovojnë, edhe sa mirë është. Po ka punë të dhe për ata dhe Po punë, që atë ja 5.000 lekë në ditë, bolli kemi. Ja, jo, zonja s'ka bërgësuar fara. Kushtet janë, shiko, si në mesjet. Qa kushtet ka këtu? Qa do bëjë, vinë nga Treblova për nëzjerë. Kam baruar këtu, nuk bëhet më këj vënd aty. Këtu s'ka punas për neve, jo për tregtarët. Këtu është një tregllagje. Nuk ja vlen, kemi ardhur as një lek s'kemi bërë. Paguajmë 20.000 këtu, 20.000 vendin, e kemi te privati, se kjo është ndarë. E kemi te privati këtë që paguajmë, dhe punë nuk ka, stres s'ka, bajnë s'ka, gjë joj, punojmë në shi, në të ftohtë, në... Tani do vinë, gjithë humbur e kanë, si që të vinë dhe do ikin. Erdhën të orizit dhe ikën aeraj. Po, për neve s'na prishin punë, le të vinë, për neve. Po s'ka punë. Nuk ka, si përshëm të lash as duar që mund të bëshë. Ne kemi roba dhe prapë na intereson që kemi një qesën këtu. Ose një tualet. Edhe tualet. Po detyro, pa, s'ka kushte kotë. Unë kam 20 vjetë kemi në këtu, nuk e ndjejmë, do me thënë se është trek, se është lagje. Po të vini edhe të tjerë, do bëhet dhe më keshë. Po qartë tua, është, qartë të themi për ne le të vinë. Neve. Ata kanë humbje. Është tregllagje. Ata kanë humbje. Humbje kanë. Ata? Kanë 127 tregtar që nga orizi që kuru prish orizi ata them unë. Që kuru prish orizi erdhën tregtarët ndë një javë ikën. Këtu kanë baruar me pa porim edhe neve, jo do vinë ata të konfeksioneve këtu që të shesin. Se nga fshatrat nuk i vjen më njeri këtu që kërkon bashkia të eqi ata. As një si vjen më nga fshatrat. Të vitë blete ka ata të konfeksioneve, po i hek qafe. Tregtarët kërkojnë që bashkia të rishikojë vendimin ose të paktën të marrë masa konkrete për përmirësimin e kushteve në tregun e Çoles përpara se të realizojë zhvendosjen. Por tregtarët e Çoles janë të vendosur për të mos i pretur ata të tregut të madh. Sipas tyre, çdo vendim duhet të shoqërohet me investime minimale që garanton dinjitet dhe siguri për tregtarët.